Gjesti u shpall fitues i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, dhe pas mbylljes së këtij edicioni, reagimet e fansave dhe të personazheve të njohur kanë qenë të shumta. Një nga ato reagime ka ardhur nga aktori i njohur, Çun Lajçi, i cili ka mbështetur këngëtarin Pejan gjatë gjithë rrugëtimit të tij në show. Në një postim të tij në rrjetet sociale, Lajçi ka uruar të gjithë besimtarët për Pashkët dhe ka bërë një thirrje publike për pajtim mes Gjestit dhe Josef Markut, duke i referuar konflikteve të mëparshme mes tyre. Lajçi ka kërkuar që Gjesti, tani që ka fituar çmimin që ka dëshiruar, të shtrijë dorën e pajtimit ndaj Jozit dhe të falë çdo keqkuptim të ndodhur mes tyre. Ja postimi i plot i Lajçit, pa ndërhyrje, me shkas, me shnet Pashkët vllazën të Krishten. U gëzofshit për jetë e mod, tani, gëzuar edhe ty Josef Marku, dhe në këtë ditë të shenjtë, kërkoj falje me rastin e ngutisë sime, për zemratën që pate me Besartin, dhe, ti Gjesti, bahu burr, edhe pse je i ri e burnia është ende larg teje. Por uroja Pashkët vëllaut tant Jozit dhe shtrije dorën dhe falja ka bahatin, tani kur e more çmimin që aq shumë e doje, urime djalosh, çdo send u kry.